Pas një kohe të gjatë heshtje, balerini i njohur Gert Vaso ka folur për herë të parë për ndarjen nga partnerja e tij në jetë dhe në skenë Nada Hoxha. Në një rrëfim të ndjerë dhënë gjatë një interviste në podcastin e Grida Dumës, ai zbuloi anën më të brisht të një dashurie që sipas tij e bëri të humbte veten. Është shumë e vështirë të punosh bashkë. Në fillim është e bukur, por me kohën gjërat bëhen të ndërlikuara. Nada e dashuronte baletin në ekstrem, ndërsa unë ndjeja se nuk po isha më vetvetja, kishte një kufi deri ku mund të shkoja. Përtej ati kufiri nuk isha më unë, rrëfeu ai. Në vijim, Gert Vaso pranoi se gjatë këtij udhëtimi kishte humbur më shumë se një marrëdhënie, kishte humbur një pjesë të vetes. Gjatë rrugtimit ton, ndoshta Nada humbi Gertin, por unë humba shumë gjëra, personalitetin tim, dinjitetin, karakterin tim. Gertin që isha i vërteti, i qeshuri, ai që gëzohej me miq, dola nga vetja ime për dashurinë, për profesionin, për karrierën, ka thënë ndër të tjera ai.